rreth këtij procesi. Po, ka pasur një takim në kushtet kur rezultati zgjedhor nuk i ka mundësuar asnjë partije si e vetë me ta zgjedh presidentin. Është normale që kryetarët, përfaqësuesit e partive politike të takohen dhe të diskutojnë për zgjidhjen me ecë përpara. Për Partinë Demokratike të Kosovës është shumë e rëndësishme që shteti të ketë institucione, për shkak se kemi pasur një vit të rënd për Kosovën, një vit pa institucione, në kohën kur vendi ka shumë sfida dhe nevojitet normalitet, stabilitet për të ecur përpara, dhe sigurisht që tani është çështje dytësh kur duhet ta kemi. Me qenë se përmendë këtë çështje para se të flasim se me 4 mars të kemi afatin dhe të kemi kohë që diskutojmë po është pak atipike për partitë opozitare që thonë që ka nevojë për institucione stabile. Pra zakonisht partitë opozitare kërkojnë zgjedhje si thonë që ditën e parë. Ne në fundit e përfaqësojmë qytetarit. Dhe kur e përfaqësojmë qytetarin, ne përfaqësojmë interesin e qytetarit të Kosovës. Dhe interesi i qytetarit të Kosovës është të kenë një vend stabil, një shtet që ecë përpara dhe që përparon. Kështu që as partitë opozitare e as partitë në pushtet nuk do duhej të kërkonin jo stabilitet. Por jo nuk besoj se mund të përparojnë me Albin Kurtin, apo jo? Ajo që kërkojmë ne është që shteti të ketë institucione serioze, të përgjithshme, që çojnë përpara Kosovën. Kjo është ajo që kërkojmë ne dhe kjo është që kërkojmë edhe për presidentin. Ne kërkojmë që shteti të ketë president, por në asnjë mënyrë nuk kërkojmë që shteti të ketë një president që nuk i plotëson kushtet që duhet t'i plotësoj një president unifikues që çon përpara rolin e presidentit dhe ruan balancat mes pushteteve në Kosovë. Dhe cilat janë çto kushte për atë të cilat i përcakton Partia Demokratike e Kosovës në standardet e tyre? A keni pas një mbledhje, një takim kryesia së partisë? Edhe zoti Hamza, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, e ka potencuar qartë që Partia Demokratike nuk ka votë për ndonjë kandidat për president që është përfaqësues apo që vjen nga partia në pushtet, apo që është zgjatim i partisë në pushtet. Pra, Kosova nuk ka nevojë për një president që luan rolin e një të deleguari të kryeministrit aktual. Kosova ka nevojë për një president që i ruan balancat ndërmjet pushteteve, që përfaqëson edhe pozitën, edhe opozitën, edhe qytetarin e Kosovës në përgjithësi, pa dallim se për cilën parti ka votu. Një president që e ruan kushtetutën dhe që në momente sfiduse din të ruaj balancën ndërmjet pushteteve. Nuk e kemi pasur një të tillë dhe është koha që kemi një president që përfaqëson unitetin popullor dhe që përfaqëson gjithë spektrin politik dhe qytetar në përgjithësi. Përndryshe, qytetari me votë, neve